Në qoftë se ne duam të zgjedhim, po themi, na duhet një formulë ku unë dua të di se cila është vlera ose si është e shënuar një qelizë e caktuar kur unë jap disa referenca. Për shembull, qeliza e cila ndodhet në kolonën e dytë, po themi, në rreshtin e tretë, atëherë për këtë arsye na shërben formula indeks. I hapim shenjën e barazimit, indeks. Tani shënojmë gjithë ato qeliza ku unë dua që të bëhet referenca. Në këtë rast supozojmë se kemi zgjedhur nga B3 deri tek E, po themi 13. Pastaj vendosim presje, vendosim kolonën që unë dua ta kem referencë, supozojmë kolonën e 5 dhe vendos dhe rreshtin ku dua të filloj ose numrin nga ku fillon numërimi i qelizës, supozojmë 3-shin. Japim enter dhe shohim që referenca e kësaj që ne kemi dhënë, pra që ndodhet në, po them, në këtë kuadratin në B3 deri në E13, këtu, kolona e 5 është kolona E, pra e pare, 2, 3, 4, 5, dhe numërimi te i treti fillon 1, 2 dhe e treta që në këtë rast është printer sepse jemi tek indeksi tek i pari, pra tek fillon nga B3, 1, 2, 3. Nëse dua referencën për të katërin ose nuk dua kolonën e 5, po dua kolonën e 4, sigurisht që ajo do të thënë në këtë rast është kolona e 5, rreshti pra fillon numërimi tek i treti. Në këtë rast na jep të njëjtën referencë. Në qoftë se unë dua të shumëzoj, po themi, dy matrica. Supozojmë kemi matricën A dhe matricën B. Për këtë na shërben formula më mjullt. Shenjën e barazimit e kemi të gatshme këtu dhe do shkojmë të zgjedhim, po themi, matricën e parë, vendosim presje dhe pastaj shkojmë tek matrica e dytë dhe automatikisht japim enter dhe kjo na tregon vlerën që ka shumëzimi i këtyre dy matricave. Nëse kemi një rast më të ndërlikuar, po themi kemi marrë një kredi dhe duam të llogarisim ose punojmë në një institucion financiar dhe duam të llogarisim se sa është kosti i kredisë që duhet të paguajmë ne ose duhet të paguajë konsumatori. Për këtë arsye na shërben formula PMT. Këtu supozojmë se kemi këto të dhëna, shumën e marr, pra themi vlerën fillestare që un ka marrë kredi, supozojmë 5000 lekë ose $5000, norma e interesit është 4.5%, periudha e shlyerjes është 5 vjeçare, pra 60 muaj dhe periudhat mujore janë 12, pra 12 muaj në vit. Atëherë këtu po themi po shënojmë kosti mujor që duhet paguajmë, hapim shenjën e barazimit, PMT. Atëherë në fillim çfarë do shënojmë? Do shënojmë normën e interesit. Pra do klikojmë qelizën ku është vendosur norma e interesit, në këtë rast 4.5%. E pjestojmë me 12 që është numri i muajve. Vendosim shenjën, pra presjen për të kaluar në kushtin tjetër, pastaj do vendosim periudhën e shlyerjes, që në këtë rast është 60. Vendosim presje, këtu do të vendosim minus përpara dhe në këtë rast shumën që kemi marrë kredi. Dhe dolim në këtë rast $93.22. Pra nëse ka marrë $5000 kredi me normë interesi 4.5% dhe duhet ta shlyejë për 5 vjet, atëherë duhet paguaj çdo muaj $93.22.